është i budalla? Ku do ta çosh votën? Për çfarë? Për marrëzit që fliten. Parti Këneda as nuk diskutë parti të reja, partia më e re sot, dhe unë po ja u them statistikisht, është Partia Socialiste. Është Partia Socialiste. Se merri dhe për qesh kur të pash që këto të reja kishin janë 17 personazhe që i prekte dekriminalizimi. Nuk diskutohet që s'kam asnjë akuzë për të bërë, sepse unë e di se si mund të ndodhi. Nuk kam pas dieni, por kanë dalë rrugëve, kanë kërku njerëz. Merë babën, merë gjajën, merë vllajën, merë atë, pastaj këdo kapi dhe një tjetër me mush listën. Edhe çfarë do t'i japësh atyre? Puna atyre që bën çfarë dun, të hanë kokat me njëri tjetrin nga ajo anë. Unë këtu e kam për ata që janë mendje hapur dhe pavarësisht se mund mos jenë mbështetës Partisë Socialiste, dhe nuk ju them hajde bëuni mbështetës, hajde bëuni socialistë, ju them votoni në datën 11 maj që ne të jemi blok dhe t'i themi BS povim. Povim. Dhe në 12-13 maj, kur këtu të numërohen votat, ata 1000 veta që merren me negociatat vazhdojnë punën dhe mos rrinë të shohin televizor e pritë se si po del Shkodra.